prej falxorëve jemi në zor. Shiqoni xhamatin ndershëm. Kjo pyetje që ka ardhur, do ta ndëgjoni një përgjigje shumë në elaborat shumë shkurt, po kam dëshirën që me zemër ta ndëgjoni dhe ta futni në vepër, që mos vuhet prej këtive. Kjo përgjigje ajon, për shërim, është përgjigje më shkurt se shkurta. Kjo don. Me hat me abdes, me i fal 5 vakte të namazit, me knu Kur'anin dhe me përmend Allahun, nëse falçorja mundet me deportu të ti, hasë une. Unë së tut në falçorve, a dini? Asë i rbazve, ama bashkët s'ni bile se egzistojnë në botë. Edhe kështu ju bëjë selam, kejtë falçorve në të aprovojnë. A ka gjemot ma qartë se kjo? Që kështu më, në të aprovojnë falçorët, edhe në të aprovojnë si i rbazët. E shti e di shka të ka hinë krije, shti e të thonë, po ti, di shka gja, po. Shtu e të thonë, ta shti, për ti e kulaj mune, na shka të bojnë. Edhe shka të bani ju? Ju bani shka po bajune. Me abdes, 5 vaktët, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, gjithmoni pasër, regullat islamin gjë kur tish nevojtore, kur dilesh, kur tish në banjo, kur dilesh, heti veshun, imbuluar, femne dhe mashkuj, qoni të para. Nëse ju ndodhë dishka prapë, ju thomë, të i falqorës të adresi filoni qka gje. Bon ma bet na me serbazit që ka vëzojnë se qka është sihri. Sihri është hije. A ka dilë, të s'ka dilë. Gjëmot, kështu për jasë spjegoj qartë. Ju për shqip një hijen në dorës teme, apo? A i në të pakit. Në qatë hijen në qati. A mundesh me ngull një gosht? Pse jo? Shë ka? Qa sihri i ketë? Qa sihri batalli i dobët? A këni të qarë shka thama jo? Nëse ti ke bindje se që kjo hija, qëtu, ndorë, s'mujtët më ngull gosht, se trash, as për e len më ngull mur, që atëhare je shumë mrapa botës. Sa mundët kjo hija me prit goshtën, qaq mundët sihri me qeni fort, qaq e i fort, sa kjo hija dorës. E pastaj nëse ndikon të ti, ti je edhe ma i dobët se kjo hija atëhare. Qaq besimi jo ta hollu mo? Ku je musliman, ku je? Pi falqorës për të të gjatë. Po 50 falqorë fërllu muq i hapër iftarës edhe jesont. Falqorë. Gjalliri, trazov. Ku e kemë mbështetjen në Allahun gjëlle gjelalu? Ku e kemë mbështetjen në Allahun? Ashtë një normë prej normave të islamit mbështetjen në Allahun ashtë? Ku e kemë mbështetjen? Ku e ke? Pra, janë falqorën problem. Ashtë problemi jonë, problemi i grave. Apo do me trenu grunë tonë e sonte? A të mëzoj? Po në dhe këta e mësojnë edhe gratë, në përmet kasetës, e mësojnë edhe gratë, liron edhe aton nga kompleksi. Që që si dush me trenu grunë, a di shka të bëjsh? Shko të shpija meri gërshont, sa është sihri kur gjohish, po spjegoni, sa s'ka bazaj, sa është... E mërë ti një krahar, edhe dokimet slogve, edhe i lenë në rjastik. Edhe kur qohet gruja me ngrejt dishekin i gjonë ato, më në herbe. Ska më kështë këtan të mas. Më javë të lëvit dënjërë, të më këshin bom, kam gjetë, më i kam gjetë, sot unë i kam gjetë ato. I kam gjetë kime me kra, me kime, me nije, me pej, me të kush, me pej, me konë, me këta. E mirë, ti i lave këto. Shka i bone ti? A seri bone, a diti seri njo? Për shka i bo gruja u s'mu pitije? Që këto janë ato lëvizjet batal pa lidhje, që po tutën gratë, po tutën burrat. Shko një nusë ndarë të ma gje, ajo qetra për gjelozi, kur gjeni, për gjelozi, ato gërshan të ojave, i kanë qikat edhe gratë dhe gërshan të ojave me moje, një ka shore të vogla. Me veti, ma të frak fësoni një apret ati tunë, nga kur qkojë të shpi, e pratë fësoni, kur gjosi ka po fësoni një ka pre. Su kur telin e petkave me ta pre dikush, su kur gardhin e bacës me ta pre dikush, interesant, burrave ja u presin e gardhin e bacëve, po te gardhin nuk smut. Nuk thot, burrat nuk thojnë të bacëja, kom pas kanë bo. Po thoi, ma falë fut telin bret këbashës. A gratë nuk thojnë, ma pas kënë shprefë thoni, thojnë panë bo, edhe më në arët pakt. Tonë derdhe, cëlla bojlerin derdhja moment e për, cëlla hidroforin, kotë mo, ka shku. Hajde birë të ashti. Po, më shtetë nunin Allahun gjëlle qëlelu.